Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndodhet në një vizitë zyrtare në Moskë, ku po merr pjesë në manifestimet që shënojnë 80 vjetorin e fitores ndaj fashizmit në luftën e dytë botërore. Në kuadër të kësaj vizite, ai është pritur me nderime në Kremlin nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Të dy liderët u përshëndetën përzemërsisht gjatë një darke solemne të organizuar në nder të delegacioneve të huaja të mbledhura në Rusi për këtë përvjetor të rëndësishëm historik. Sipas njoftimeve zyrtare, presidenti Vučić u takua gjithashtu me presidentin e Republikës së Kazakistanit, Kasim-Zomar Tokayev, si dhe me patriarkun rus Kirill, duke treguar për kushtimin e Serbisë për të ruajtur marrëdhënie të afërta me vendet e Eurazisë dhe udhëheqësit fetar ortodoks. Në Kremlin, Vučić zhvilloi edhe një takim me udhëheqësin e arratisur të Republikës Srpska, Milorad Dodik, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërmjet Serbisë dhe komunitetit serb në Bosnjë dhe Hercegovinë. Takimi më i shumë pritur i kësaj vizite është ai me presidentin Vladimir Putin, i cili do të intensifikohet e njëjtën, ku dy liderët do të ulen kokë më kokë. Po ashtu pritet edhe një takim me presidentin e Kinës Xi Jinping, i cili është gjithashtu i pranishëm në Moskë për ceremonitë përkujtimore. Këto takime nënvizojnë pozicionin e Serbisë si një aktor që kërkon të mbajë ekuilibër mes lidhjeve të saj me Perëndimin dhe partneritetit strategjik me Rusinë dhe Kinën. Presidenti Vučić ka theksuar se pavarësisht presioneve ndërkombëtare, do të përfaqësojë me krenari Republikën e Serbisë në ceremoninë e 9 majit në sheshin e Kuq në Moskë, ku do të mbahet parada e fitores. Në këtë ngjarje do të marrin pjesë një numër i madh liderësh botror, rreth 29, duke reflektuar rëndësinë simbolike dhe politike të kësaj date në historinë botërore. Pjesëmarrja e Vučićit në këtë përvjetor vjen në një kohë delikate për politikën ndërkombëtare, veçanërisht për rajonin e Ballkanit, ku tensionet ndërmjet interesave perëndimore dhe atyre lindore janë të pranishme. Megjithatë, Vučić po përpiqet ta paraqesë Serbinë si një vend i pavarur në vendimmarrjen e saj diplomatike dhe si një shtet që respekton trashëgiminë historike të popujve që luftuan kundër fashizmit. Në një deklaratë për media, presidenti serb tha se për të është nder të jetë pjesë e një ngjarje me rëndësi të tillë historike dhe se Serbia nuk do të harrojë kurrë sakrificat e miliona njerëzve që dhanë jetën për lirinë në luftën e dytë botërore. Ai theksoi se marrëdhëniet me Rusinë nuk janë vetëm çështje politike, por edhe historike, kulturore dhe shpirtërore. Ndërkohë, ceremonitë në Moskë pritet të kulmojnë me paradën e fitores, ku do të parakalojnë trupat ushtarake dhe mjetet luftarake, përfshirë pjesëtarë të ushtrive nga vendet e ftuara. Ngjarja është një demonstrim i fuqisë dhe unitetit kundër fashizmit dhe ekstremizmit, ndërkohë që për Rusinë dhe aleatët e saj, kjo është edhe një shprehje e krenarisë kombëtare dhe mesazh për vendet perëndimore.